Profeti Idris alayhi salam në Islam. Profeti Idris alayhi salam është një nga profetët e hershëm të Islamit dhe përmendet në Kur'an 2 herë. Edhe pse nuk ka shumë detaje rreth jetës së tij, burimet islame, përfshirë hadithet e sakta dhe interpretimet e dietarëve, ofrojnë disa informacione mbi rolin dhe virtytet e tij. Idrisi alayhi salam në Kur'an. Allahu e përmend profetin Idris alayhi salam në 2 ajete të ndryshme. Surja Meriem 19, 56, 57. Përkujtoja në libër edhe Idrisin. Ai ishte shumë i drejtë dhe pejgamber, dhe ne e ngritëm atë në një vend të lartë. Surja Enbiya 21, 85, 86. Dhe përmend Ismailin, Idrisin dhe Dhul Kiflin. Të gjithë ata ishin nga të duruarit, dhe ne i pranuam ata në mëshirën tonë. Vërtet, ata ishin prej të drejtëve. Nga këto ajete, Kurani na tregon disa cilësi të tij. I sinqert dhe i devotshëm, sidik. Profet i dërguar nga Allahu, nebi. I durueshëm ndaj sprovave, sabir. I nderuar nga Allahu duke ngritur në një vend të lartë. Idrisi alayhi salam në hadithet e sakta. Takimi profetit Muhammed alayhi salam me Idrisin alayhi salam në Miraj. Në një hadith të transmetuar nga Sahih Muslim, profeti Muhammed alayhi salam tregon për udhëtimin e tij shpirtëror në qiej, Isra dhe Miraj. Kur u ngjita në qiej gjatë Isra dhe Mirajit, e takova Idrisin alayhi salam në qiellin e 4. Sahih Muslim 164. Ky hadith tregon se Allahu e kishte ngritur Idrisin alayhi salam në një pozitë të lartë. Idrisi alayhi salam ishte i pari që shkroi me penë. Një hadith i profetit Muhammed alayhi salam, transmetuar nga Ibn Abbas, tregon se Idrisi alayhi salam ishte i pari njeri që shkroi me një penë. Tabari, historia e profetëve. Ky hadith tregon se Idrisi alayhi salam ishte një dietar dhe shpikës, duke qenë ndër të parët që përdori shkrimin për të mësuar dhe mësuar të tjerëve. Jeta e profetit Idris alayhi salam, origjina dhe emri. Idrisi alayhi salam ishte pasardhës i djalit Ademit alayhi salam. Dietarët thonë se ai lindi në Babiloni ose në Egjipt. Emri Idris vjen nga fjala darasa, të studiosh, duke treguar diturinë e tij të madhe. Dituria dhe shpikjet. Ai ishte i pari që përdori shkrimin për të mësuar njerëzit. Ai ishte i pari që krijoi rrobat e qepura, pasi më parë njerëzit mbuloheshin vetëm me lëkura kafshësh. Ai kishte njohuri të mëdha në astronomi, matematikë dhe mjeksi. Lufta kundër padrejtësisë. Idrisi alayhi salam u dërgua si profet për të ndaluar idhujtarinë dhe padrejtësitë. Ai u ngrit kundër tiranëve dhe mbretërve të padrejtë. Një hadith tregon se ai ishte i pari që udhëhoqi një ushtri për drejtësi në rrugën e Allahut. Miqësia e Idrisit alayhi salam me engjëllin. Një nga tregimet më të njohura për Idrisin alayhi salam është miqësia e tij me një engjëll. Ky engjëll ishte një nga melekët e devotshëm të Allahut, i cili kishte një lidhje të veçantë me profetin Idris alayhi salam. Idrisi alayhi salam ishte njeri i devotshëm dhe gjithmonë kërkonte të mësonte më shumë rreth botës shpirtërore dhe të ardhmes së tij. Një ditë, Idrisi alayhi salam i kërkoi engjëllit: "A mund të më çosh në qiej për të parë botën e melekëve dhe atë që Allahu ka përgatitur për të drejtët?" Engjëlli, duke pasur lejen e Allahut, e mori Idrisin alayhi salam dhe e ngriti lart për ta çuar në qiej. Idrisi alayhi salam dhe takimi me melekun e vdekjes. Sipas një tregimi të transmetuar nga Ibn Kathiri dhe Tabari, ndërsa Idrisi alayhi salam ishte në qiellin e 4 me engjëllin e tij shoqërues, ata atakuan engjëllin e vdekjes, Israfil ose Azrafil. Engjëlli i vdekjes duke i habitur dhe Idrisi alayhi salam e pyeti pse ishte befasuar. Meleku i vdekjes u përgjigj: "Allahu më ka urdhëruar që ta marr shpirtin e Idrisit, por nuk e kuptoja se si do ta bëja këtë, pasi ai ishte ende në tokë, dhe ja ku e gjeja të këtu në qiellin e 4. Idrisi alayhi salam e kuptoi se momenti i tij kishte ardhur dhe pranoi me durim dhe bindje ndaj Allahut. Në urdhrin e Allahut, meleku i vdekjes mori shpirtin e tij në qiell. Ky tregim përputhet me ajetin e Kuranit ku Allahu thotë: "Dhe ne e ngritëm atë në një vend të lartë." Meriem 19:57. Kjo ka bërë që disa dietarë të mendojnë se Idrisi alayhi salam nuk vdiq në tokë, por në qiej, gjë që është një nderim i madh nga Allahu. Mësimet që mund të nxjerrim nga jeta e Idrisit alayhi salam. Kombinimi i diturisë dhe devotshmërisë.
Idrisi a.s. ishte i pari që përdori shkrimin dhe diturin për të udhëzuar njerëzit. Kjo tregon rëndësinë e arsimit dhe edukimit në Islam. Durimi ndaj sprovave. Kurani e përshkruan atë si të durueshëm dhe një njeri që fitoi mëshirën e Allahut. Ai jetoi në një kohë të vështirë me shumë padrejtësi, por nuk hoqi dorë nga misioni i tij. Për kushtimin ndaj adhurimit, si profet, ai kalonte shumë kohë në ibadet dhe në përhapjen e mesazhit të Zotit. Kjo na mëson që edhe ne duhet të jemi të devotshëm dhe të sinqert në besimin tonë. Profeti Idris a.s. ishte një njeri i madh, me dituri, devotshmëri dhe urtësi të jashtëzakonshme. Ai luftoi për drejtësinë dhe besimin e pastër, dhe Allahu e ngriti në një pozitë të lartë në qiell.